edhe Basha, nëse do t'i qëndronte kauzave parimore që pati, do t'ishte kryeministri i vendit. Pra nuk do t'ishte një langaras i cili sot nuk zon respektin e asnjë lloji qytetarit. Po kjo e dallon çdo lloj politikanit me qëndrimin, me konsekuencën, me karakterin që ballafaqohet, me përgjegjësinë që ka ndaj vendit, ndaj atyre që e kanë mbështetur, dhe Basha nuk e kishte një tillë. Ndërsa Berisha të paktën e ka ruajtur një standard tjetër në raport me ligjin, në raport me kushtetutin, në raport me përgjegjësitë ndaj atyre që e mbështesin, por edhe në raport me qytetarët. Pra, Berisha sot edhe nga të majtit nuk akuzohet që një personazh që është tallur me buxhetin e tyre, që i ka futur durr në buxhetin e tyre. Pra, Berisha ka mëkatet e demokracisë funksionale, që unë jam ndër ato politikan që e kam kritikuar, por jo në aspektin e administrimit shtetit. Është një ndryshim shumë i madh dhe kjo besoj që jep e përsi të jashtëzakonshme edhe politike edhe morale zotit Berisha.